Selamu alaikum, çfarë është akideja? Dhe a mund ne ta zgjedhim një akide? Aleikum selam. Fjala akide në shqip do të thonë besim. Ti po thu çka është besimi dhe a mund ta zgjedhim na një besim? Nuk mund zgjedhim besim. Besimin për neve e ka zgjedhë Allahu. Sepse nuk ka dy besime, nuk ka tre besime. Nuk mundemi ne të besojmë që dojmë. Na besojmë veç çysh Allahu na ka obligu. Besimin çysh e zgjedhim, cili është? E zgjedhim veç besimin e vërtet, se nuk ka dy besime. Po besove diçka tjetër, përveç asaj që duhet me besu, njeri shkon në xhehenam. Cili pra që janë ka mirë besimi hoq, akideja? Besimi është ato bindje që Allahu i ka obligu me i besu besimtari në Kur'an ose në sunetin e sakt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jo vetëm kaq. Edhe ta kuptojmë këtë besim që është në Kur'an dhe në hadith, ta kuptojmë siç e kanë kuptuar 3 gjeneratat e para sahabët, edhe 2 pas tyre, 2 gjeneratat, edhe ka vazhdu ky besim, ky kuptim në për gjenerata deri tek ne përmes dietarëve të ummetit të dëshmuar me dije dhe devotshmëri deri në vdekje. Pra të dëshmuar secili dietari dëshmuam me devotshmëri, musliman i mirë, jo musliman i lodh. Edhe dietar tamam me dije. Edhe ka vdek si i till, e jo me deviju ka fundi. Allah e na rujt. Pra ki kujdes, nuk ki zgjedhjen e apo zgjedhjen akide. Ato që Allah ka zbrit, që ato duhesh me besu.